Se kur mënohesh mi bë gjitha, do bësh kompromise në shumë pika. Përshëndetje të gjithëve, sot kemi këtë Audin S8. Kjo ka ca modifikime të vogla, duke nisë që nga ngjyra, është me veshje, ka këtë veshjen si mat. Dise dyshe, që sa e ka frenat. Nuk i ka qeramike, S8 ka pas opsion, se di për S8. Ka këtë spoilerin lart edhe këtë të bagazhit të dy spoiler. Janë shumë kollaj për të bo edhe me luk S8, këto dhe qëteta dhe thjeshta, por kjo është vetë kështu, nuk është e bome. S8-at janë me 4 marmita, S8-at janë me 2 ovale. Kjo është ardhë nga Kanadaja, ka këtë opsionin për tow hitch, për të lidh trailerin mrap. Fenerët para Matrix normalisht. Kjo është edhe me Distronic, dallohet që ka këto dyja këtu. Kamerë para, është me 360 gradë kamerë. Po ka pas dhe S8 naft, për nga jashtë se dallohet kështu, edhe marmita që i ka pas si kjo. Ka dhe këtë splitterin poshtë, e kanë vu besoj. Është agresive. Është makine e madhe në pamje kështu, ka prezencë. Është versioni benzinës, kanë pas edhe naftë në fillim, pastaj vetëm benzinë, me head-up display duket që këtu. Këto pasqyrave që i ka si alumin, të kapakët, janë bodzeza në vesh. Edhe këto pjesët që i ka kromi, rreth e qark, edhe ato janë vesh dzeza. Kjo është bisha, 4 mish, V8 biturbo, me hot V. Te S8 ka 507 kuaj fuqi edhe 770 Nm tork. Kjo me stage ka 600 edhe 820 tork. Te versionin naftës ka 435, po 900 Nm tork, shumë e fuqishme. Është si S8, po detuned, nuk kanë shfrytzuar gjithë fuqinë, është e programuar për më pak. Nuk është thjesht të shik direkt vetëm me ECU, se besoj e ka edhe nga gjë tjetër, po edhe kjo me modifikime të vogla arrin nivelin e S8-s. Motori 4 mish është bish. Ka dhe plaset kur ndro marshet. Shumë të bukur e ka. Frenat e mira. Më lidhet direkt. Tash si kabinë, si makinë, nuk ke qa u shaf fort këtyne. Makina bukur është makinë luksi. është me goma të dyshe edhe nuk njihet fort rruga. Amortizimin e ka majër normal. Tani në komfort, tu e shqet. 4x4, t'jep konfidencë në rrugë. Nuk të nxjerr nga rruga Audi o zemra, e thonë gjithë. Ai të nxjerr nga rruga, se hik drejt se ka ndërstier, po fute fort shpejt në kthesa, po te konfidencën ta jep për kushtet ndryshme, shi, rrugë që e rreshitshme, është më mirë se ato me diferencial mbrapa. Po normalisht është e mirë. Këtë pjesë të ecim pak ta shohim nga ana e komfortit. Dhe pastaj do e çojmë edhe dinamik. Tash këto kanë qenë në fillim, kanë dalë me 4 mishin naftë. Edhe më duket motor i lezetshëm, kush ka na njoni, ta provojmë, ato është përdoret e Panamera, të Bentayga, të Q7, se Q7. Ja, se Q7 kena para tash. Irës S8 dhe Urus i kalum aty përpara. Është mush me këto. Pra ne them R8 është gjë pak më veçantë. Paktën për mendimin tim, jo se për t'i ul poshtë S8-ën, se shumë e mirë është. Kjo është edhe me rear wheel steer, i kthehen edhe gomat mrapa, shpejtësi të ulta, i kthehen në krah kundërt edhe e bë atë rrethin me diametër më të vogël, merr kthesën më kollaj. Shpejtësi të larta kthehen nga i njëjti krah edhe e ndro kursin kështu pak më omël. Do me hec, ta qem dinamikë. Edhe individual me dashti botë ndryshme. Tërheq. Edhe timonin e forca, normal kjo është me timon elektrik. Shpere ka për qinëshë. Shumë e fuqishme. Ka dhe plasje, e bukur është, ke që e thu. Të ambient lightin
e lezetshëm. Kjo është makinë që ti e përdor për ditshmëri, që ka lamojt në shkollë, hik në borë në malë për pushime, kur do me hetë si qikë si shpejt, hecën dhe shpejt. Kapesh me tjerët në rrugë për të dush. Normalisht për parakalim nuk për diskutojmë që s'tle në balt, po e shio dhe rrugën. Është sportive në atë mas që ta shiosh edhe rrugën. Tani të shofim dhe interiorin. Është me dyrë me thithje, soft close. Që në fillim, kjo është me doppio xham, edhe është frameless, nuk ka hekur lartë. Këtu është alkantara. Rimesën e kemi karbon komplet, se dilet me memorie. Të kontrollet i xhama dritares. Me bokse Bang & Olufsen, po jo versionin që është me Twittera këtu, që ngrijen. Mund t'ja vesh AliExpressi, po më mirë është mësë me avu, se dilet normal me këto qepjet me të romba, edhe me logon e sës aty. Normalisht elektrike me lambar support me kreta, i ke gjitha që lëviz lambar supportin. Tu dhe ishte masazh të i butoni, panoramike, hapet komplet. Ky është me modelin e ri të dizajnit të Audit, që është me 2 ekrane, që e integrun të gjitha pastaj të A6, A7, Q7, Q8, i bon gjitha këtë model. Se jam shumë fan si madh, që duket bukur, pamjet parë. Çdo gjë tash e ke me touch, nuk ke asnjë gjë pa touch. Edhe se dilet me ngroje, duhet më nes këtu. Ka kështu haptic feedback. Duhet më shtyp që të dallosh. Ngroje ftoje ka kjo. Me të shtyp me kështu të vogël s'ta merr. Duhet me shtyp ta dridhesh si çik. Kamion ZF8 marshe, ka këtë modelin e ri të marshit që lëviz. Frenë të dorës. Tu ka kamera 360 gradë. Start stopi. Tu është komplet me piano black kjo pjesa këtu. Duket e bukur, nuk është alkantara, lart. Cross-code digital shumë i pastër, ke gjitha informacionet gjatë gjona tu edhe i kontrollo. Tu ke cruise controlin distronikun. Nuk janë mundu shumë. Qashi, kjo është makinë e shtrenjtë. Shumicën e këtyne, butonave, gjonave këtu, i ke illë si që ke edhe modelet më të lira, me thonë drejtën të shi. Shumë vete e ndrojnë të molin për atë versionin flat, që është rafsh të poshtë. është pak më i vogël, më i lezetshëm, po edhe kjo shumë i mirë është. I ke gjitha gjonat dhe këtu. E ndrysho versionet ndryshme të pamjes. Tu merr më shumë informacion. Cross-code është me qepje, tu lart, edhe tu anësh, tash extended leather, është besoj se ka do ketë akoma më shumë, por me pjesën e mesit ka wireless charger, ka këtu hapësirë për lidhur USB, fishat, edhe këtë është karbon. Është kabinë mirë, se dilet i ka suportive, ke vend, ke hapësirë, edhe pozicionohesh mirë. Ke pamje tamam përpara. Shohim edhe pjesën mrapa. Është me perde mrapa. Mrapa se dilje me ngroje, klima me 4 zona, 2 mrapa, 2 para, të cili ka individuale të vetën, që kanë qenë opsionale. Ka hapësirë përpara sa dush. Tu është pak si arsin se i ka xhamat e zi komplet. Ka vend lart për kokën, kjo është kupe, po vend ka, me thonë drejtën tu pas ka vend goxha. Makina e madhe është, po pas ka vend për kokën, çuditërisht. Më shumë besoj se të X6 se të GLA kupe. Ka vend goxha. Ke edhe këtë në mes tu. Tu ke cup holdersat. Ka dhe se dilen që lëvizin para mrapa për të pozicionu, ta kesh më marë. Shumë hapësirë mirë, shumë vend i mirë. Për makinë sportive sidomos, është goxha lartë. Ta shohim edhe bagazhin. Hapësirë ka goxha, e ulën edhe sediljet. I ka të ndarë në 3 pjesë, që se do ullë edhe vetëm të mesit dhe ke 2 tjera. Tu mundesh me ullë dhe me ngretë amortizator që i ka me ajër. Më thonë ullë pjesën mrapa, që se kena i gjotë të rondë, supozohet. Edhe mundesh me fut, tu do ketë të spare të bokseve, gjonave të poshtë. Po nuk është keq, ka hapësirë, mundesh me fut shumë gjonat në dhoja. Shpejt sa të dush. Shumë veta pyesin për konsumin, kur bleni makinë të tillë, nuk është se është prioritet konsumi, se për konsum nuk harxho kaq lek për makinë, po nuk është edhe aq keq, domethënë sidomos në rrugë gjata. Në rrugë gjata të 10 për 100 km arri, se bëhet 4 piston që aktivizohet gjysma e pistonave. Ka cylinder deactivation.
O, bablo kepe pak be. Ja Bentley Mulsanne. I zamës. Është i farë bisha dhe kjo. Shumë e shpejt, përgjithë shumë ndrimin e marsheve ka shumë të mirë. Kam jo ZF, po pa quick shift kjo ti bëhet gjitha gjonat shumë mirë, si që duhet. Me thonë drejtën, unë i kritikoj pak të makinat e mëdhaja, për faktin që më pëlqen makinat pak më sportive dhe më të veçanta. To janë të mira, po është kundra fizikës, sa do të ishtosh fuqi ti makine që ka masë të madhe, ajo masa për herë është aty. Ndoshta se ndjen në vit drejt, po dhe ndjesh në kthesa. Më thonë, nuk i shmangësh dot. Jepi imi ku e fuqi, atë masë e ka. Për makinë sportive, normalisht nuk merret Forestrada SUV, merret makinë më vogël, më mbledhme, më lehtë, më balancume. Po, nëse do makinë që është edhe e shpejtë, edhe familjare, edhe i ka ti përmbledh gjitha, okej, këto janë zgjidhje të mira. Po prap unë më mirë marr 2 makina, një sportive dhe një thjesht, se sa marr një që i bë të gjitha, se kur mundohesh mi bë të gjitha, do bësh kompromise në shumë pika. Kjo nuk është se ka shumë kompromise, se rahatin e ka prap, nuk është se duke u mundu me bë sportive i kanë prish atë komfortin, e ka komfortin, shumë e mirë është, shumë e rehatshme, kur do me shpejt, ecen edhe shpejt, te klasa e vet ku konkuron kjo, për mendimin tim kjo është më e mira, paktën si dizajn, si pamje nga jashtë. Çfarë më pëlqej është kjo pjesa e ekraneve këtu, duket bukur, po nuk është shumë intuitive. Duhet shkosh në për menu për ta gjetë. Ky mes i bukur është, prap unë kam qef to analoget, po prap është i bukur, po 3 ekrane më duket si e tepruar, tash që kanë filluar mi bëme më shumë, që i bëjnë gjithë ekrane, po është edhe me preferenca kjo punë. Në jetë e mirë ishte, besoj pa të dhe ju, goxha e shpejt, tani si kam provu Cayennein e ri, turbo, s'kam provu shumë tjera, dhe X6 dhe provojmë dhe këto tjerat, edhe ashtu më të nxjerrim me konkluzion më të mirë mbasi të kena provu dhe tjerat, po për momentin kjo më duket shumë e mirë. Tani, thoni edhe ju, këtë kishit zgjedh X6 më 50i, GLE 53 AMG, S80, apo Porsche Cayenne, të shit, të këto të rritë, si çmim, sën po mori me 2.9, që ne ka 420 kuja 50, turbo ka 550, është më fuqishme se kjo. Okej, hajtë po fusim turbo, po është më e shtrenjtë turbo se kjo. Këtë kishit zgjedh nga këto, ma thoni në komente. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëjni. Ju uroj gjithë mirat edhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.